me gazetarët e ndjekim në këto çaste. Mirëdita. Sot, para jush dhe shqiptarve, paraqes faktin tronditës, paraqes dokumentin që dëshmon se kreu i organizacë kriminale Edi Rama njëheras padrino i të gjithë mafjes shqiptare është autori i vërtet që ka organizuar dhe urdhëruar hakerimin e SPAK-ut dhe dosjeve në SPAK. Ju lutem ndëgjojeni. Përshëndetje doktor. Një informacion të veçantë. Tek dosja hakerimit të sistemit të SPAK-ut, hakeruesi përmend emrin e Ramës si personi që mund të ketë urdhëruar hakerimin. Pjesë nga dosja. Me datën 12 shkurt 2025, ora 21:17, Arnold Rokaj i dërgon Zambak Gjonit një foto që duket si faqe interneti nga e cila mund të aksesohet sistemet e SPAK-ut. Më pas, ai i dërgon një SMS me përmbajtjen. Mos e hapsha dot. Më tej, Arnold Rokaj i dërgon sërish një SMS Zambak Gjonit. Se do t'i shkruaj Rams e hajt t'ja u bëjmë ropt. Pra, Arnold Rokaj e kishte numrin e Rams. Dhe Arnold Rokaj, sa po të hapte faqen, do t'i dërgonte Rams të dhanat e faqes, hajt që bëjmë këte dhate me gjungën e lubis, se këte gjungë kështë ata njëri me tjetë, ja paloshe, jo këshu e është gjitha më të apja. Pra,